Lika, ka shumë gra që janë në atë rrugën, gra burra, nuk ka rëndësi, në atë udhkryqin e rënd, që ti the fola me hënën, shikoja rrezën e diellit, natën qaje, por ditën ishe fort. Po ka njerëz që i merr errësira më shumë se drita ndoshta, nuk e di. Një njeriu që është në këtë udhkryq tani që na çon, na shikon. Mund të jetë një grua që ka një fazë të caktuar, mund të nënshtrohet një operacion, një kimioterapie, nuk ka rëndësi, një njeri, një burr, një fëmijë. Çfarë do t'i thoja? Ndihma e mjekut patjetër është primare, por duhet jenë të fortë dhe të besojnë te vetja. Unë them që nuk është e lehtë të besosh, sigurisht kërkon një lloj një përgatitje brenda vetes të fortë edhe intelektuale. Domethënë, ka të bëj se çfarë ti din për jetën. Çfarë ëndrash ke dhe çfarë dëshirash ke. Në qoftë se ti je e lodhur nga një jetë dhe thua, u më mirë e vdekur se e gjallë, dhe nuk ke ëndra për të nesërmen, errësira do të marrë. Në qoftë se ti nuk ka rëndësi çfarë punë bën, se nuk do të thotë që ti të botosh libra apo ti jesh mjeka, do të thotë në qoftë se ti ke ëndra për të nesërmen, që të realizosh 1, 2, 3 apo 10 gjëra të bukura, unë mendoj që në profesion, në familje, në jetë, të mbjellësh lule, të duash natyrën, nuk ka rëndësi, domethënë gjitha profesionet, mendoj ta duash jetën. Pse doje ti kaq shumë jetën? Pse doje të jetoje ti? Pse doje të jetoje? jetoje? Mirela, unë kam të qartë që vdekja është një proces. Ne lindim dhe do të vdesim. Unë nuk kam frikë nga vdekja. Ma beson që nuk kam frikë nga vdekja? Nuk është se është vdekja një tabu tek unë. Mamaja ime dhe sot, po t'ja zësh në gojë, e ka frikë. Megjithëse është 80, më të lutem, mos thuaj. Vdekja është proces. Ne të gjithë do të largohemi nga kjo jetë. Por, duhet që kësa jetë që ne nuk i kthehemi më dhe nuk e dim ku do të shkojmë, unë them që duhet i marrësh ato që ti ke mundësi më të bukurat. Nuk ka njerëz të lumtur sot. Nuk ka rëndësi sa i pasur apo i varfër je. Duhet i marrësh kësa jetë çaste të lumtura. Ne kemi çaste të lumtura, nuk kemi të lumtur. Asnjë nuk është i lumtur. Në çfarë do lloj profesioni apo në çfarë do lloj ekonomie që njerëzit të kenë, duhet ta gëzojnë në ditën, ta duan, siç thash, atë diellin edhe ta presin me kënaqësinë mbrëmjen. Perëndimet dhe lindjet e diellit për mua janë çastet më të bukura të ditëve. Domethënë kur unë arrit të shoh një perëndim dielli në det, ma beso Mirela, nuk ka rëndësi ku jam. A jam duke pirë një pije të mirë, apo jam thjesht në rër duke ulur. Unë ndërroj vetëm gjëra të bukura. Me thënë, gëzojeni këto ditë dhe merrni çfarë ka ajo më të bukur. Ma beso, në një udhëtim, që mund të jetë udhëtim pune, edhe shpesh bëj udhëtime pune për shkak të profesionit, unë edhe në atë udhëtim i marr asaj rruge gjërat më të bukura që kam. Shof dhe më gëzojnë edhe fëmijë të cilët din t'ja dalin. Më pëlqejnë edhe gratë që sfidojnë dhe din të rrisin edhe fëmijë ndonjëherë jetim. Me thënë, nuk e di, ndoshta jam edhe pak empatike si njeri. Me thënë, unë edhe i dua njerëzit. U viktimizove ndonjëherë ti? Jo. As kam dërmend që të, domethënë, brenda vetes të ushqej ndjenja të tilla, edhe kur vërtet kam qenë në vështirësi, nuk viktimizohem, sepse unë jam luftarake. Njerëzit që luftojnë nuk viktimizohen, por jam edhe delikate. Ashtu si jam luftarake, brenda me ka edhe çaste shumë delikate. E qartë. Domethënë, e di çfarë më vjen keq? Më vjen keq për shembull për çaste që i mendoja që kur u largova nga Shqipëria për t'u operuar, dola në kuvertën e tragetit,
edhe isha me gëzimin. Fëmijët madje ka qenë edhe kanë qenë ca ndeshje futbolli të rëndësishme dhe ata i dërguam atje te kolli për të parë ndeshjen, dhe të largoheshe situata. Ju luta gëzimit sigurisht që nuk shkoj, do rinte me mua. Dhe dole aty në kuvertë dhe po shifja se si po largoj trageti dhe shifja kisha lënë për bri Durrësin, që ndonjëherë më pëlqejnë kafet në Durrës, edhe në dimër edhe në verë, po edhe në dimër e kam qef Durrësin. Dhe po i thoja Gëzimit, Gëzim, mos kam bërë disa gabime? Po çfarë, tha Lika? Po mirë, tha, u t'i korrigjosh kur të kthehemi. Në ato momente isha pak emotive dhe thash, jo, 2 gabime kisha bërë. I bërë e llogarinë e gabimeve, dolën 2? 2 kisha bërë, do me thënë që ishin si më të dukshme, do me thënë emocionale, jo gabime. Tha, tha çfarë? Thash, mbase duhet i kisha thënë mamit, thash, mbase lutjet e saj edhe mund të më ndihmonin. Edhe mbase thash duhet i kisha thënë një ish mikes time. Ish mikes time. Po pse, tha Gëzimi, tha, shiko Vasilika, tha, ti e vendose kështu dhe kështu e bëre, tha, po, ndoshta këto 2 gabime, që ti tani i quan gabime, kur të kthesh, do t'i kuptosh, a kanë qenë vërtet gabime, tha, apo ti ke bërë mirë. Po i thash, po, në ç'kuptim, Gëzim, po tha, sepse mamin do t'a gjesh më mirë, edhe ajo do të ketë një përjetim, jo 2 përjetime, se kështu e analizova unë kur nuk i thash. Tha, kurse ish miken tënde, do t'a kuptosh, a ke bërë mirë, tha, në momentin që ti vetë si Vasilik, ajo do të marrë vesh se ç'të ka ndodhur, dhe do shohësh reagimin e saj. Kur reagimi i saj ishte 0, unë s'kisha bërë asnjë gabim. Pra reagimi i saj ishte 0? Po. Dhe unë kuptova që nuk kisha bërë asnjë gabim. As me mamin, as me ish miken tim. Shiko, ky është realiteti, ja? Unë thash diçka reale. Ti the një realitet që secili nga ne në një moment ka pritshmëri dhe merr një reagim 0. Po jeta vazhdon. Po sigurisht. Tani unë doja të di këtë, ti përpara operacionit te ke pasur këtë energjinë apo se ç'të kanë bërë në operacion dhe të ka ardhur mbas operacionit? Jo, e kam pas se s'ka mundësi, ti ke një energji. Njërela e kam pas gjithë jetën, do me thënë unë kjo kam qënë. Do me thënë, doktori, e thash pak përpara, i tha Gëzimit dhe fëmijëve, veçën as meje, i mori në zyrë në studion e tij, edhe i tregoi se ç'kishte ndodhur, sa i vështirë kishte qenë, që kishte punuar në milimetra, që kishte qenë një operacion i vështirë, delikat, për risqet që kisha pasur, i tha dhe në fillim, dhe i përgatiti që duhet të kishin të gjenin një Vasilik tjetër, që unë mund t'isha pak më delikate, më e mbyllur, i thash. Pra mund të ndryshonte krejtësisht temperamenti. Edhe mënyra e reagimit, mund t'isha ndonjëherë agresive, sepse nuk do arija t'i bëja të gjitha gjërat. Nuk ndryshova në tip. E qartë. Unë edhe këtë lloj ritmi e kam pasur që fëmijë tregon i më. Edhe kur kam qenë e re, kam dashur të sfidoj, kam sfiduar, sepse vështirësi kam pas gjithë jetën. Do me thënë, nuk ka qenë jeta ime një jetë e bukur, por unë kam parë çaste të bukura të jetës time. Dhe një çast do ta sjellim këtu, se jemi në mbyllje, sepse mesazhin unë dua ta çoj tek ata njerëz që janë në një situatë vështirë dhe ju duket sikur gjithçka mund të jetë e errët. Edhe duket sikur njerëz të suksesshëm i kalojnë më kollaj gjërat. Përpara këtyre gjërave jemi të gjithë njësoj, nuk hyn as pasuria, as varfëria, je i barabartë. Madje as nuk, do me thënë, në ato momente kur ti je para një dileme të largohesh apo të jetosh, e fundi që të shkon në mend është se sa e pasur apo e varfërie. Do me thënë, absolutisht mendoj që kjo pjesa e pasurisë nuk hyn fare në bisedë. E gjitha është përjetimi dhe mënyra se sa i fort je brenda vetes për ta kuptuar, për ta pranuar, sepse nëse nuk e pranon dot që ti je e smur dhe mund të ndodhe edhe kështu, nuk din të luftosh. E kuptoj. Do me thënë, duhet ta pranosh që kështu ka ndodhur, duhet ta pranosh lindjen dhe vdekjen si procese, sepse dhe këtë duhet ta kuptosh se nëse nuk e kupton ti mendon që fatkeqësia
sigurisht që është një fatkeqësi, sidomos kur je shumë e re, unë isha vetëm 46 vjeçë. E mendoni, do të thënë, mendoj një grua e re, shumë e re. Unë mendoj që dhe tani jam shumë e re. Dhe ti ti do mbetesh e re, Lika, ti ke një energji që do mbetesh e re. Jo, nuk e besoj, por vërtet, megjithatë them njerëzve të fortë, Zoti ju jep sfida të forta. E di pse? Ndonjëherë duhet jenë dhe shembuj. Shembuj për të thënë që edhe këto sfida njeriu mund t'ja dalë. Dikush e ka sfidën jo vetëm në shëndet, dikush e ka në profesion, në ekonomi, në marrëdhëniet familjare. Sfidat janë kudo. Megjithatë, dua të ndaj dhe diçka e rëndësishme në kalimin e sfidave të shëndetit është familja prioritaire. Nëse gjen një familje të shëndetshme ku ajo të mbështet, nuk të bëhet barierë, nuk të konfronton në emocionet e tua, por të bëhet mbështetëse. Çdo pjesëtar i familjes që duhet ta marrë vesh problemin tënd të rënd, duhet jetë një psikolog. E qartë. Do me thënë, mënyra e sjelljes të tyre duhet të jetë një psikologji e ndërtimit të jetës pasi ti. E qartë. Megjithatë, aktori kryesor është njeriu edhe vetvetja.